Jam pak kopel me menda, e më kuptue. Ne kemi qenë koncert edhe krejt mirë, kupton? Kemi pas ata mosmarrveshjet, edhe kërimi këtyra koncertit, do më thonë, ne kemi nalë bashkë në zonën ku ata rinë, kemi nalë me pi diçka aty. Edhe aty jemi takuam, kupton, nuk është se për shembull dikush ka nalë mua, apo edhe kaq aty jemi ndaluar, i kam pa asistan, shqyr Zoti, do më thonë që nuk ka ndodhë dhe për plasje fizike, se sot duhesh me konë edhe strateg me ditë me folë, me pështu situatave, me qëtësu situatën për tjerë, sa më kupto. Edhe ashtu është e vërtet, edhe me thonë, kanë dalë, edhe ata kanë qenë grumulli madhë njerëzish, kupton? Kemi folë, ne jemi distancu komplet, dhe me thonë, nga njerëzit, kam kupto, kemi folë veç. Jo, po si ndodhi, edhe kemi lanë atë muhabet aty, ajtë kuptuar kemi edhin. Që okej, e lamë këto na jena të veriut, adin që si që kena në regullat, pëse shkum këshu edhe kash. Kemi qenë gatë diçka që mund të note shumë e madhe, u qetësum, kupton? Edhe ndam krejt vesh të folëm, kupton? Edhe për i moment, asë të takohen, se nga vjen ai, mu aty i kom edhe shok, ta më kupton? Ose i shok që nuk i kom ma, nuk janë një jetë ma. Edhe, ishte diçka kështu, edhe hajde e bëjmë i video për qef, kështu ka nisë, në moment, që qishim. Edhe për shembull, unë që, a kom punë me ty, pse s'më thu për shembull mua, qa ki pas me mu, për me djemte, s'unë i mohoj për shembull, asë në Prishtinë, më thonë dikush qa ki me ata vlesën i kom, se si kom, jam pak kopel me menda, e të më kuptue. S'mund është me pati mund situata si që ja kina bon atjerve.